Data 19 prill. Levitiku, kapitulli 23. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Ja festat e Zotit që ju do t'i shpallni si mbledhjet e shenjta. Festat e mia janë këto. Do të punohet 6 ditë, por dita e 7 është një shabat pushimi dhe mbledhje të shenjtë. Atë ditë nuk do të bëni asnjë punë. Është shabati i shenjtëruar Zotit në të tëra vendet ku do të banoni. Këto janë festat e Zotit, mbledhjet e shenjta që ju do t'i shpallni në kohën e tyre. Muajin e parë, ditën e 14 të muajit, midis 2 mbrëmjeve, bien Pashkët e Zotit. Dhe ditën e 15 të pati muaj bie festa e bukës së ndorme për nder të Zotit. Për 7 ditë do të hani bukë të ndorme. Ditën e parë do të bëni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë. Dhe për 7 ditë do t'i ofroni Zotit flijime të bëra me zjarr. Ditën e 7 do të bëhet një mbledhje e shenjtë. Gjatë asaj dite nuk do të bëni asnjë punë të rëndë. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Kur do të hyni në vendin që unë po ju jap dhe do të kryeni të korrat, do t'i çoni priftit një demet si prodhim i parë i korrjes suaj. Ai do ta tund demetin përpara Zotit për ju me qëllim që të pëlqehet. Prifti do ta tund një ditë pas shabatit. Ditën gjatë së cilës do të tundni demetin, do të ofroni një qengj motak pa të meta si holokaust për Zotin. Blatimi i ushqimit që do ta shoqëroj do të jetë 2/10 të efës maj mielli të përzier me vaj, si flijimi bërë me zjarr me një erë të këndshme për Zotin. Libacioni do të jetë 1 çerek hin verë. Nuk do të hani as bukë, as grur të pjekur, as kallëza të freskëta, deri në atë ditë, derisa të mos keni quar ofertën e Perëndisë tuaj. Ky është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj, në të gjitha vendet ku do të banoni. Nga dita pas shabatit, do me thënë nga dita që keni quar demetin e ofertës së tundur, do të numëroni 7 ditë shabatit të plota. Do të numëroni 50 ditë deri në ditën pas shabatit të 7, pastaj do t'i ofroni Zotit një blatim të ri ushqimi. Do të oqoni në banesat tuaja 2 bukë për një ofertë të tundur prej 2/10 të efës maj mielli. Ato do të jenë pjekur me maja si prodhime të para të ofruara për Zotin. Së bashku me këto bukë do të ofroni 7 qengja motak pa të meta, një dem të vogël dhe 2 desh. Ata do të jenë një holokaust për Zotin së bashku me blatimet e tyre ushqimore dhe me libacionet e tyre. Do të jetë një flijim me erë të këndshme i bërë me zjarr për Zotin. Pastaj do të ofroni një cjap si fli për mëkatin dhe 2 qengja motak si flijim falenderimi. Prifti do t'i tund bashkë me bukën e prodhimit të parë dhe me 2 qengjat si ofertë e tundur përpara Zotit. Ata do t'i shenjtërohen Zotit dhe do t'i takojnë priftit. Po atë ditë do të shpallni një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni atë ditë asnjë punë të rëndë. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj në të gjitha vendet ku do të banoni. Kur do të korrni të mbjellat e tokës tuaj, nuk do të korrësh deri në cepat e arës sate dhe nuk do të mbledhësh kallind që kanë mbetur pas. Do t'i lësh për të varfrin dhe për të huajin. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Dhe Zoti i foli Mojsiut, duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj: Në muajin e 7, ditën e parë të muajit, do të bëni një pushim solemn, një kremtim festiv, të njoftuar me buri, një mbledhje të shenjtë. Nuk do të bëni në atë ditë asnjë punë të rëndë dhe do t'i ofroni Zotit disa flijime të bëra me zjarr. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: Dita e 10 e këtij muaji të 7 do të jetë dita e shlyerjes së mëkateve. Do të ketë për ju një mbledhje të shenjtë. Do të porulni shpirtin tuaj dhe do t'i ofroni Zotit një flijim të bërë me zjarr. Gjatë kësaj dite nuk do të kryeni asnjë punë, sepse është dita e shlyerjes për ju përpara Zotit, Perëndisë tuaj. Sepse çdo njeri që në këtë ditë nuk porulet, do të shfaroset në mes të popullit të tij. Dhe çdo person që gjatë kësaj dite do të bëjë çfarëdo pune, unë, këtë person do ta shfaros në mes të popullit të tij. Nuk do të kryeni asnjë punë. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj në të gjitha vendet ku do të banoni. Do të jetë për ju një shabat pushimi, gjatë së cilës do të porulni shpirtin tuaj. Ditën e 9 të muajit, nga mbrëmja deri në mbrëmjen vijuese, do të kremtoni shabatin tuaj. Dhe Zoti i foli Mojsiut duke i thënë: Folu bijve të Izraelit dhe u thuaj atyre: Dita e 15 e këtij muaji të 7 do të jetë festa e kasolleve për 7 ditë për nder të Zotit.
Ditën e parë do të bëhet një mbledhje e shenjtë. Nuk do të bëheni gjatë kësaj dite asnjë punë të rëndë. 7 ditë me radhë do t'i ofroni Zotit një flijim të bërë me zjarr. Ditën e 8 do të keni një mbledhje të shenjtë dhe do t'i ofroni Zotit një flijim të bërë me zjarr. Është dita e kuvendit madhështor. Nuk do të bëheni gjatë kësaj dite asnjë punë të rëndë. Këto janë festat e Zotit që ju do t'i shpallni si mbledhje të shenjta për t'i ofruar Zotit një flijim të bërë me zjarr, një holokaust dhe një blatim ushqimi, një viktim dhe libacione, çdo gjë në ditën e caktuar, përveç shabateve të Zotit, përveç dhuratave dhe kushteve tuaja sipas dëshirës që do t'i paraqisni Zotit. Përveç kësaj, ditën e 15 të muajit të 7, kur të keni vjelur prodhimet e tokës, do të kremtoni një fest për Zotin 7 ditë me radhë. Dita e parë do të jetë një ditë pushimi dhe dita e 8 do të jetë gjithashtu një ditë pushimi. Ditën e parë do të mblidhni frutat e drurve madhështor, deg palme, deg me gjethe të dendura dhe shelgje përrenjsh, dhe do të gëzoheni përpara Zotit Perëndisë tuaj 7 ditë me radhë. Do ta kremtoni këtë fest për nder të Zotit 7 ditë për çdo vit. Është një ligj i përjetshëm për të gjithë brezat tuaj. Do ta kremtoni muajin e 7. Do të banoni në kasolle 7 ditë me radhë. Të gjithë ata që kanë lindur në Izrael do të banojnë në kasolle me qëllim që pasardhësit tuaj të dinë se unë i kam detyruar bijtë e Izraelit të banojnë në kasolle kur i nxora nga vendi i Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Kështu Mojsiu u njoftoi bijve të Izraelit festat e Zotit. Psalmi 30. Do të lëvdoj o Zot, sepse ti më ngritë lart dhe nuk i lejove armiqtë e mi të tallen me mua. O Zot Perëndia im, unë të kam klithur ty dhe ti më ke shëruar. O Zot, ti e ke nxjerr shpirtin tim jashtë Sheolit, më ke mbajtur gjallë që të mos zbrisja në grop. I këndoni lavdë Zotit ju shenjtor të ti dhe kremtoni shenjtërinë e ti, sepse zemërimi i ti mban vetëm një çast, por mirësia e ti mban një jetë të tërë. Të qarat mund të vazhdojnë një natë, por në mëngjes shpërthej një brit ngëzimi. Kur kisha bollëk thoja, unë nuk do të prekem kurrë. O Zot, por hirin tënde kishe forcësuar malin tim. Ti e fshehe fytyrën tënde dhe unë mbeta i trembur. Unë të klitha ty o Zot, ju luta fort Zotit, duke thënë, çfarë do bie do të kesh nga gjaku im po të jetë se zbres në grop? A mundet pluhurit të kremtoj? A mundet ai të shpall të vërtetën tënde? Dëgjoj Zot dhe ki mëshirë për mua, o Zot, bëhu ti ndihma ime. Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle, ma ke hequr grathoren dhe më ke mbushur me gëzim, me qëllim që shpirti im të mund të këndoj lavdi pa pushim. O Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë. Predikuesit, kapitulli 6. Është një e keqe tjetër që kam parë në ndjell, dhe që është e përhapur midis njerëzve. Dikujt Perëndia i ka dhënë pasuri, të mira dhe lavdi, dhe nuk i mungon asgjë nga gjitha ato që mund të dëshiroj. Por Perëndia nuk i jep mundësinë t'i gëzoj, por i gëzon një i huaj. Kjo është kotësi dhe një e keqe e madhe. Në qoftë se dikujt i lindi 100 bij dhe jeton shumë vite, dhe të shumta janë ditët e viteve të tij, por shpirti i tij nuk ngopet me të mira dhe nuk ka as varr, unë them se një dështim është më i lumtur se ai. Sepse ka ardhur më kot dhe po ikë në terr, dhe emri i tij është mbuluar nga terri. Edhe sikur të mos e ketë parë as njohur diellin, megjithatë ka më shumë pushim se tjetri. Po edhe sikur të duhej të jetonte 2 herë 1000 vjet, por pa mundur të gëzoj të mirat e tij. A nuk mbarojnë të gjitha në pot vend? Tërmundi i njeriut është për gojën e tij, megjithatë oreksi i tij nuk ngopet kurrë. Ç'përfitim ka i urti mbi budallan? Ç'përfitim ka i varfri në rast se ditë ecë përpara njerëzve të gjallë? Është më mirë të shikosh me sy se sa të endesh me dëshirën. Edhe kjo është kotësi dhe një përpjekje për të kapur erën. Ajo që është, prej kohe është quajtur me emrin e vet dhe dihet se ç'është njeriu, dhe që nuk mund të hahet me atë që është më i fortë se ai. Duke qenë se ka shumë gjëra që e shtojnë kotësinë, çfarë përfitimi ka prej tyre njeriu? Kush e di në fakt ç'është e mirë për njeriu në këtë jetë, gjatë tërë ditëve të jetës së tij të kotë që ai kalon si një hije? Kush mund t'i thot njeriu çfarë ka për të ndodhur pas tij në ndjell? 2 Timoteut, kapitulli 2.
Ti pra birim, forconu hirin që është në Krishtin Jezus. Dhe ato që dëgjove nga unë përpara shumë besimtarve, besojua njerëzve besnik që do të jenë të aftë të mësojnë edhe të tjerë. Ti pra hiq keq si një ushtar i mirë Jezu Krishtit. Asnjë nga ata që shkojnë ushtar nuk ngatërohen me punërat e jetës që t'i pëlqejnë atij që e mori ushtar. Po ashtu, nëse dikush merr pjesë në gara, nuk kurorzohet po të mos ketë luftuar sipas rregullave. Bujku që mundohet duhet të marrë i pari pjesën e fryteve. Mendoj ato që të them, dhe Zoti të dhënë mend për të gjitha. Kujtoj Jezu Krishtin, prej farës së Davidit, të ngjallur prej vdekurish sipas ungjillit tim, në të cilin po heq keq deri në pranga, po si keqbërës. Por fjala e Perëndis nuk lidhet me pranga. Prandaj duroj të gjitha për shkak të zgjedhurve, që edhe ata të kenë shpëtimin që është në Krishtin Jezus me lavdi të përjetshme. Kjo fjalë është e besueshme, sepse nëse ne vdiqem me të edhe do të rrojmë. Në qoftë se durojmë, do të mbretërojmë bashkë me të, po ta mohojmë, edhe ai do të na mohojë. Nëse jemi të pabes, ai mbetet besnik, ai nuk mund të mohojë vetveten. Ua kujto atyre këto gjëra, duke u përbetuar përpara Zotit të mos hahen me fjalë pas një dobi në shkatërim të atyre që dëgjojnë. I zellshëm të dalësh përpara Perëndisë si i sprovuar, si punëtor që nuk kapse të turprohet që ndan drejt fjalën e së vërtetës. Shmangu nga fjalët përfane dhe të kota, sepse e shtojnë më shumë pabesinë. Dhe fjala e tyre do të brejë si një gangren, ndër të cilët janë Himeneu dhe Fileti, të cilët lidhur me të vërtetën, dolën nga rruga, duke thënë se ringjallja ka ngjarë dhe përmbysin besimin e disave. Megjithatë, themeli i fortë i Perëndisë qëndron i patundur dhe ka këtë vul, Zoti i njeh të vetët. Dhe leti largohet pa udhësisë kushdo që përmend emrin e Krishtit. Në një shtëpi të madhe nuk ka vetëm enë prej ari dhe argjendi, por edhe prej druri dhe balte. Disa për të nderuar, të tjerët për të çndëruar. Pra në qoftë se dikush pastrohet nga këto gjëra, do të jetë një enë nderi, e shenjtëruar dhe e dobishme për Zotin, e përgatitur për çdo vepër të mirë. Arratis ju pasioneve rinore dhe bjeru pas drejtësisë, besimit, dashurisë dhe paqes, bashkë me ata që e tharrasin emrin e Zotit me zemër të pastër. Por refuzo diskutimet e marra dhe ignorante, duke e ditur se shkaktojnë grindje, sepse shërbëtori i Zotit nuk duhet të grindet, por duhet të jetë i butë me të gjithë, i aftë për të mësuar të tjerët dhe që duron të keqen, duke i mësuar me zemër butësi kundërshtarët, me shpresë se Perëndia u jep atyre të pendohen që të njohin të vërtetën dhe të vinë në vete, jashtë nga lagu i djallit që i ka zënë robër për vullnetin e tij.